programin qeveritar, si do të qeverisë. Pra është detyruar edhe me ligj që të jap një plan program. Dhe është e kotë ky manifestim i Besës për shkak se ai 4 herë gjatë zgjedhjeve e ka thyer premtimin me plan programin parazgjedhor, po ashtu e ka thyer premtimin edhe me plan programin qeverisës. Dhe është qesharake t'i besohet fjalës kryeministrit, i cili e ka zhytur Shqipërinë në borxhe, dhe t'i përkujtojmë ata që kanë ndjekin që gjatë kësaj proteste, përderisa bëhet, ai ka futur Shqipërinë edhe 1 miliard euro apo dollar në borxh gjatë muajit të fundit, pra një herë mori 600 milion euro për t'i paguajtur pensionet, ndoshta ndihma sociale dhe rrogat, për shkak se e ka falimentuar Shqipërinë, dhe ishte marrja e fundit, dikon 300 e sa milion dollar, fjala se për të bletur armatime, dhe thot që neve na duhen armatime për shkak se kemi mbetur pa armatime, po kush është arsyeja që Shqipëria nuk ka armatime? Ai është në pushtet 14 vite, dhe si duket nuk pas ka para që të blej as plumba, as pushka, dhe e ka lënë Shqipërinë në një situatë shumë të vështirë, po kjo është e bërë me qëllim. Pse e bën ai me qëllim që Shqipëria nuk ka ushtri? Nëse e marrim në krahasim me Serbinë, Serbia ka ushtri të sofistikuar, jo vetëm që ka ushtri, po edhe i prodhon armatimet e veta dhe blen si nga Kina, po edhe nga shtetet e tjera, dhe këtë e bën për shkak se është në interes të shtetit të Serbisë që të ketë një ushtri të fuqishme nëse sulmohet apo nëse ata vendosin që të sulmojnë. Qoftë luftë me Kroacinë, qoftë luftë në Bosnjë, qoftë luftë në Kosovë. Mirë po, Edi Rama ka vendosur mos ketë ushtri, për shkak se ati nuk i rrezikohet grushti ushtarak nga ushtria shqiptare, dhe ai e konsideron veten si mbret, për shkak se nuk ka një rrezik nga ushtria. Pra, nëse kryeministri apo presidenti i Serbisë Vučić, kur bën politik, ai ndonjëherë mendon mos e teproj shumë për shkak se kam ushtri të fuqishme, dhe nëse kënaqësia rritet në popull, mund të më bëne grusht ushtarak ushtria. Mirë po këtë hall nuk e ka kryeministri i Shqipërisë, prandaj edhe ka vendosur që Shqipëria mos të ketë ushtri, që të mund të sundoj shumë lehtë, po ashtu rrezik për pushtetin mund të jetë edhe pushteti gjyqësor, pra nëpërmjet gjykatës kushtetuese mund t'i merret ingerencat kryeministrit apo të shkarkohet presidenti i shtetit, të paktën në kushtetutën e Maqedonisë, gjykata kushtetuese mund ta shkarkojë edhe presidentin e shtetit, besoj që një të ngjashme mund të jetë edhe në Shqipëri. Pra ai e la shtetin e Shqipërisë për një kohë të gjatë pa gjykatë kushtetuese, ashtu çka të mund t'i kalonte të gjithë ligjet në parlament, edhe pse mund të ishin në shkelje me kushtetutën e Shqipërisë, dhe që të ketë siguri që nuk mund të ketë organ apo pushtet në Shqipëri që mund të shkarkoj kryeministrin edhe kur e than ligjin kushtetutën. Pra si duket ai ka vendosur që të bëhet autokrati i Shqipërisë, dhe si pasojë e ka zbrazur Shqipërinë, dhe si pasojë kuptohet që tani Shqipëria rrezikohet të kolonializohet. Dhe unë e them këtë për shkak se kjo protestë nuk ka ideologji, dhe në fillim ideologjia ishte që Shqipëria rrezikohet që të kolonializohet nga shqiputët. Dhe ai ishte motivacioni më i madh që njerëzit u mblodhen aty, po jo vetëm prej Shqipërisë, po edhe prej Maqedonie, edhe prej Kosove, për shkak se ne jo vetëm që e shiqojmë Shqipërinë si shtetin tonë, për shkak se jemi një popull, po edhe investitorët më të mëdhej në Shqipëri janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës. Nëse shiqojmë bruto prodhimin e Shqipërisë, 50% e saj vjen nga ndërtimet dhe nga turizmi.
dhe blerësit më të mëdhej të banesave apo shtëpiave janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, apo të diasporës tonë të Maqedonisë të Kosovës, për shkak se shumë shqiptarë të Maqedonisë jetojnë në Zvicër apo në Gjermani dhe në shtetet tjera, dhe kanë mundësi financiare që të blejnë dhe të investojnë në patundshmëri në Shqipëri, dhe po ashtu shfrytëzuesit më të mëdhej të plazheve të Shqipërisë, të hotelierisë së Shqipërisë janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë. Mirë po edhe këtë halk të zhvillimit e kërcënon, për shkak se neve na shqetëson si rrezik, për shkak se ne nuk mund të lejojmë që Shqipërinë ta marrin çifutët, dhe kuptohet që reagojmë, flasim dhe përpiqemi që t'i motivojmë njerëzit të dalin në protest. Tani ne bëjmë video me vite dhe parafërsisht e dim sa është shqetësueshmëria e videove tona. Mirë po për rastin e fundit për rrezikun e çifutëve, videot e tona kanë arritur mbi 200.000 klikime. Komente me qindra komente dhe si duket janë duke kuptuar njerëzit dhe mund të shiqem në komentet se përpiqen njerëzit që ta shpëtojnë Shqipërinë nga kolonializimi i çifutëve, dhe kjo ishte edhe brenga e kryeministrit të Shqipërisë, i cili gjatë prezantimit të manifestimit të Besës, ai shprehu sipas tij që në Shqipëri që ka rritur antisemitizmi, dhe më gëzon ky fakt që ne kemi efekt që të zgjojmë njerëzit nga rreziki i çifutrimit të Shqipërisë, dhe si duket edhe çifutët e kanë marrur mesazhin, dhe nëse ka pasur ndonjë sukses kjo protest, është që çifutët e kanë kuptuar realitetin e Shqipërisë, që shqiptarët nuk i dëshirojnë apo nuk do të lejojnë të paktën që çifutët ta marrin Shqipërinë, për shkak se jo të gjithë janë si kryeministri Edi Rama. Shqiptarët do të rezistojnë, tokat bujqësore të Shqipërisë, pyjet e Shqipërisë, malet e Shqipërisë, bregdeti i Shqipërisë nuk është në shitje, dhe kjo është motoja kryesore, dhe nuk jemi ne shqiptarët si palestinezët një pjesë të cilët reagojnë me gur. Ata nëse vinë këtu do të gjejnë hallin. Dhe besoj që e kanë kuptuar këtë dhe le të kërkojnë shtetet të tjera ku mund të shpërngulen, le të shkojnë ndoshta në Argjentinë apo një pjesë të Kipros e kanë marrë dhe në Greqi, po në Shqipëri nuk ka pse vinë, Shqipëria është e shqiptarëve, në Shqipëri janë të ndarë kush është musliman, kush është i krishter, kjo toka ka qenë gjithmonë kështu, dhe ne duhet përpiqemi që mos lejojmë inxhiniering të shoqërisë së Shqipërisë. Pra si duket kryeministri Edi Rama bën plane që në Shqipëri të sjellë njerëz prej Filipine dhe bën kontrata bilaterale me disa shtete, qëllimi i të cilët është që edhe ta ndrojë fytyrën apo pasqyrën e Shqipërisë, se Shqipëria është një shtet me shumicë muslimane, pra ai do të përpiqet që të sjellë të feve të tjera, për shkak se edhe kryeministri po edhe kjo qeveri janë islamofob, dhe kanë kompleksat se pse Shqipëria është një me popullat muslimane, pra ne muslimanët duhet të reagojmë, dhe të kemi kujdes ata që ka vinë, mos e ndrojnë, për shkak se mos e ndrojnë pasqyrën e feve të Shqipërisë, për shkak se Shqipëria është një popull i vogël, ne nuk jemi popull me 40 milion, 50 milion, po nuk do të ishte problem nëse 1 milion popujt të tjerë vinë në tokën tonë. Pra nëse vinë 1 milion punëtor krahu me fe të tjera dhe sipas ligjeve të Shqipërisë pas 5 vite ata bëhen shtetas të Shqipërisë, atëherë rrezikohet edhe balanca fetare në Shqipëri. Nëse i marrim shtetet, për shembull Emiratet, Kataret, të cilat kanë shumë emigrantë në shtetet e tyre, ata nuk ju japin shtetësi të gjithë atyre që ka vinë prej Pakistani apo prej Bangladeshi apo prej Filipineve, mirë po me ligjet aktuale pozitive të Shqipërisë, të gjithë ata që ka do të vinë, mbas 5 vite bëhen shteta shqiptar. Dhe ndryshon jo vetëm gjuha dhe etniteti i Shqipërisë, ndron edhe feja,
dhe që do të sillte edhe komplikime të tjera. Prandaj u bëj edhe thirrje edhe komunitetit musliman në Shqipëri që të jetë më aktiv, që edhe ata që janë të lidhur me sionizmin ndërkombëtar, të largohen nga kthetrat e Edi Ramës, që të përkujdesen për komunitetin e tyre fetar. Dhe nëse shiqojmë që kryeministri Edi Rama, ndoshta edhe me sukses, ka patur mundësi që t'i zgjedh edhe kushdo të jetë në krye të komunitetit islam, ka sjellur gylenist, ka sjellur vahabist, po edhe bektashit i kanë dajtur prej muslimanëve, dhe edhe gylenistët, edhe vahabistët, edhe bektashit, si duket kanë hyrë në projektin e sionizmit dhe ju përkulen sionistëve dhe në vend që të kryen detyrën e tyre fetare ndaj besimtarëve musliman, ata janë zhndëruar në agent të Mossadit dhe i ndihmojnë kryeministrit të Shqipërisë ta boshatis Shqipërinë, që ta çrënjos përpiqje që ta çrënjos islamin në bashkëpunim me disa hoxhallar të komunitetit musliman, të cilët e pritën edhe kryetarin e Izraelit gjatë gjenocidit në Gaza. Pra, shumë ata protestues duhet të kenë ideologji kur dalin të protestojnë, dhe ideologjia e tyre duhet të jetë që Shqipëria tjetë e shqiptarëve, Shqipëria nuk shitet, Shqipëria është e muslimanëve, Shqipëria është e krishterëve, e gjithë atyre banorëve që jetojnë me shekuj aty, dhe mos lejojnë që kjo politike kryeministrit, i cili është duke e shitur Shqipërinë, dhe nëpërmjet kontratave sekrete nuk e dim se çka është duke bërë. Pra mund të shiqem që në parlamentin e Shqipërisë kaloi një kontratë sekrete dhe u votua, populata nuk ka dini se çka bëhet fjalë. Pra ata thuajnë që kemi marrë një hua borxh dhe lavdrohen kur marrin borxhe. Pra mund të paramendoni një qeveri që brenda një muaj ka marrur 1 miliard euro borxh dhe dalin dhe lavdrohen që kemi marrur borxh. Po a ka më turp për një qeveri se sa të lavdrohet se ka marrur borxh. Ata duhet të japin dorëheqje se nuk kanë para që të blejnë armë, dhe jo të lavdrohen se kanë marrë borxhin. Qartë.